Është e qartë është që lëvizja vetëvendosje ka arrit me e shit tregimin e vetë. Në këtë rast duket se Lidha Demokratike e Kosovës me problemet e brendshme që i ka në leadership, to reagimet kundër reagimet pro dhe kundra eksponentëve të LDK-s, dhe sidomos pozicioni pa qartë as me pushtetin, këtë rast me partinë që dule para lëvizja vetëvendosje, pa as me opozitën, ai neutraliteti ose paqartësia në qëndrim ka bërë që votuesi i LDK-s të mos besojë më në leadershipin e LDK-s. Dhe kjo ka bërë që LDK-ja ta ketë një rënje të kthehet në pragun që i kishte deri në zgjedhjet paraprake, ku e shënoi një rritje nga 12% në SAR. Kështu që duket që ai votues i cili ju ka rikthy LDK-s me idenë se u ndru leadershipi, që Lumir Abdixhiku është ai që do ta çojë përpara një LDK më të konsoliduar, duket se nuk ka vazhdu me i besu ide se Lumir Abdixhikut se LDK-ja duhet ta ketë këtë pozicion neutral as me partitë që do të mund të provonin ta bënin qeverin jashtë lëvizjeve vetëvendosje pas zgjedhjeve të shkurtit, e as me lëvizjen vetëvendosje. Me lëvizjen vetëvendosje në të gjithë e kemi diskutuar edhe është pa që ftesa nuk ka qenë e sinqertë për lëvizje vetëvendosje atëherë. Se mëna të njëjtës ftesë që ftoi kënd takim, aja akuzoi që ju jeni kështu. Domethënë, derisa ftesa i shkojnë në Seli atje, në hollën e kuvendit dilshin eksponent lartë të lëvizjeve vetëvendosje dhe akuzonin pikërisht LDK-n për gjithçka që ajo ka faj. Prandaj nuk ka qenë problemet e brendshme dhe refuzimi i një ftesës pra për koalicione, besoni se mund të kenë ndikuar në këtë rezultat? Një paqartësi për pozicionin e saj politik, mendoj që ka ndikuar shumë tek LDK-ja që ta ketë këtë rënje, përderisa te Partia Demokratike arritja me ruaj çat shtrat të votuesit që e ka pas, duket se ka kontribuar shumë pozicionimi në këtë rast i Bedri Hamzës, marrja e drejtimit të partisë, edhe ajo gjuha e moderuar, e civilizuar që e ka përdorur gjatë fushatës, ndonse në rritje duket që ai qëndrim dynitaz edhe jo polarizues, jo ofendues i Partisë Demokratike nuk është shpërbly me më shumë votues, por ka ruajtur shtratën e vet votuesve, po interesant është struktura e deputetëve që kanë dalë shumë të votuar brenda listës së Partisë Demokratike, duke i nxjerrë disa figura të reja që mund të jenë ardhmja e PDK-s. Profesor,